Po, sikur luftrat në lindjen e mesme të mos kishin të bënin fare me naftën, territorin apo demokracinë. Po sikur ato të ishin thjesht përmbushja fjalë për fjalësh me një skenari profetik për fundin e botës. Në rregull, le ta zbërthejmë këtë. Sot kemi një analizë të thelluar mbi një analizë vërtet të veçantë sot, domethënë po flasim për një video nga Sheikh Imran Hussein. Sakt. Dhe ai analizon luftën me Iranin, krejtësisht përmes eskatologjisë islame. Pra profecive të fundbotës. Të dëgjosh këtë burim është pak a shumë si të lexosh lajmet moderne gjeopolitike, sikur të ishin një hartë e lashtë profetike. Dhe dua të theksoj qëllimin ton këtu, ne po i raportojmë këto pretendime në mënyrë plotësisht të paanshme. Po, absolutisht. Ne nuk po mbajmë anë apo po i mbështesim këto ide, thjesht po përpiqemi të kuptojmë konceptet e burimit. Është një lente kritikisht e ndryshme apo jo, sepse ne zakonisht kërkojmë interesa ekonomike apo strategjike në lajme. Por ky burim e fshin komplet atë lloj logjike. Plotësisht. Ai paraqet një vizion ku e gjithë historia njerëzore është thjesht një rrugtim drejt një mesie të rrem, i njohur si Dagjalli, dhe ardhja e tij kërkon 4 hapa historik që duhet të hidhen patjetër. Edhe sipas videos, 3 nga këta hapa tashmë kanë ndodhur. Kemi çlirimin e tokës shenjtë në vitin 1917, pastaj kthimin e hebrejve në atë tokë dhe hapin e tretë, Krijimin e shtetit e Izraelit në vitin 1948. Fiks. Kjo është logjika e tij. Gjë që na sjell te hapi i katërtër dhe përfundimtar, dhe ky është thelbi i argumentit të sotër. Bëhet fjalë për Pax Judaika, domethënë që Izraeli të kthehet në fuqinë e vet me sunduese në botë. Burimi argumenton se vetëm pas këtij dominimi global, ky mesia i rrem do të shfaqet hapur. Këtu bëhet me të vërtet interesante, sepse shiko, historia ka parë periudha dominimi si Pax Americana apo Pax Britannica, ku një superfuqi diktonte rregullat globale. Por ndryshimi thelbësor këtu është se ky dominim nuk kërkon hegemoni për përfitime kombëtare. Thelbi i tij është tërësisht fetar. Ësakt. Pra, pyetja është, nëse Pax Judaika është qëllimi final teologjik, si përkthehet kjo teori në konfliktet e përgjakshme që po shohim sot? Përkthehet në eliminimin fizik të çdo rivalit të mundshëm rajonal. Ai përmend Libin, Sirin, Yemenin dhe Libanin, jo si luftrat civile, por si një pastrim i qëllimshëm i fushës, dhe thot se radhën e ka Irani. Asnjë shtet rrethues nuk duhet të ketë as fuqinë më të vogël për të rezistuar. Pra, çfarë do të thotë gjithë kjo? Unë e kuptoj pjesën e shkatrimit ushtarak, por pastaj ai burim filloi të fliste për tregun e plerave kimike. Domethënë, si mundet një teori thellësisht fetare të pretendoj se shpjegon detaje kaq teknike të tregut global, si transporti i plerave kimike apo çmimi i naftës? Duket si një detaj absurd nga jashtë, jam dakord. Por mekanizmi pas kësaj është shumë specifik, sepse kontrolli mbi plerat kimike nënkupton kontroll të drejtë për drejtë mbi zinxhirin global të ushqimit. Wow, e vërtet. Nuk e kisha menduar ashtu. Po, edhe qëllimi i fshehtë është shkatyrimi i ekonomisë globale të naftës, gazit dhe plehrave kimike për të falimentuar qëllimisht shtetet e pasura të Gjirit Arab. Duke u shkatruar ekonominë dhe infrastrukturën, u heq çdo lloj pavarësie. Domethënë, nuk mund të ndërtosh një Pax Judaike të padiskutueshme nëse fqinjet e tu kontrollojnë burimet jetike të botës. Kuptoj. Domethënë, nëse ky është vërtet një plan i përmasave globale, si përshtaten fuqitë e mëdha si Rusia në këtë ekuacion, sepse ata janë lojdar kyç në këtë tregje. Ajo që është ma gjepse këtu është se si burimi ndërthur diplomacinë pragmatike me këtë narrativ ku gjithçka është plan hynor. Ai përmend bashkëpunimin e Trump me Rusinë për një tavan mbi çmimet e naftës. Një manovër tipike tregtare. Sakt, por autori thekson se pavarësisht këtyre manovrave, Rusia nuk do të ndërhyjë ushtarakisht për të ndalur këtë dominim të ri. Jo sepse s'kan fuqi, por sepse plani hynor parashej që këtë mund ta bëjë vetëm një ushtri e pandalshme myslimane nga Horasani. Prit. Horasani. Për t'i dhënë pak kontekst, ky është ai rajoni gjeografik historik që mbulon pjesë të Iranit, të sotëm Afganistanit dhe Azisë Qendrore, apo jo? Ashtu është, po, dhe mbart një peshë të jashtëzakonshme në eskatologjinë islame si vend lindja e ushtrive të fundbotës. Autori beson aq thellë në këtë përplasje sa që flet për një udhtim të tij në Moskë më 1 maj për të prezantuar librin e ri, pikërisht për t'u shpjeguar këtë vizion rusëve drejt për drejt. Seriozisht. Është një nivel bindje që e kalon debatin akademik dhe kthehet në një manual veprimi. Elbin,
Dhe kjo është arsyeja pse kuptimi i këtyre perspektivave ekstreme është kaq i rëndësishëm pavarësisht sa larg realitetit ton na duken. Ato po formosojnë bindjet dhe motivimet e miliona njerëzve. Fiks. Dhe kjo na lë me një pyetje vërtet provokuese për ta bluar më vonë. Çfarë ndodh me sigurinë globale? Kur vetë udhëheqësit e shteteve fillojnë të marrin vendime ushtarake dhe ekonomike duke u bazuar drejt për drejt te profecitë e fundbotës në vend të strategjive racionale politike. Është një pyetje që me siguri të ndryshon mënyrën se si do t'i lexosh lajmet e nesërme.